I nderuarat Nikolla, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E kemi thënë dhe përsërisim më shumë e rëndësishme leximi i shkrimit të shenjtë. Çdo ditë, në mëngjes, sepse shkrimi i shenjtë është më i rëndësishëm se buka, se uji, se ajri, se drita fizike, të cilat janë nevojshme për mbijetesën tonë trupore. Por, përveç trupit ne kemi shpirt, dhe shpirti ushqehet me fjalën e Zotit, që është dritë për këmbët tona, është jetë. Prandaj, duhet ta lexoni shkrimin e shenjtë, vini rregull. Mos filloni aktivitetin e jetës, madje dhe mos ushqeni pa lexuar në fillim shkrimin e shenjtë. Sot është shumë e mundur që secili prej nesh, që fatmirësisht dim të lexojmë, mund ta marrim shkrimin e shenjtë nga libri që kemi në shtëpi, nga rrjetet sociale, dhe mund ta dëgjojmë po ashtu, nëse s'ke mundësi të lexojmë. Sot është e mundur, por çështja është nuk duam. Dhe neve i bëjmë një dëm shumë të madh vetes. Ashtu si një person i cili kërkon të ngasë një makinë, por ai nuk i di rregullat e qarkullimit. E merr një patent si e merr dhe pastaj sa dhe në rrugë aksidenton veten dhe të tjerët. Kështu është edhe jeta. Jeta është një udhtim. Dhe neve duhet i dim ligjet e Zotit, porositë e Zotit, rregullit e qarkullimit shpirtëror. Dhe këto jepen në shkrimin e shenjtë. Askush prej nesh nuk mund të thotë dot që unë këtë nuk e dija. Këtë mund të thotë një fëmijë, ose një njeri që s'ka mend. Por ne që dim, të arsyetojmë, lexojmë, dëgjojmë, tregon se nuk duam. Dhe prandaj do gjykohemi. Ky brez do gjykohet më shumë nga gjithë brezat e tjerë. Pse? Sepse mundësitë e informacionit janë të jashtëzakonshme. Asnjë brez nuk i kishte informacionin si kemi neve sot. Kaq të lehtë ose të aksesueshme, siç thuhet. Por le të ndalojmë pak, jo të gjithë pjesa e shkrimit të shenjtë, sepse do të deshte kohë në një frazë, në fjalët e Krishtit. Mos i hidhni margariterat tuaj përpara qenve dhe derrave, sepse do t'ja u marrin, thot, do t'ja u shkelin me këmbë dhe pastaj do t'ju sulmojnë. Çfarë kuptimi kanë këto? Për çfarë po flet Krishti? Për qenë dhe derra tash? Jo. Patjetër Krishti fliste me parabola, me figura simbolike. Dhe përdorte disa simbolika që i kuptonin judenjt. Kush ishte qeni në kuptimin simbolik për judenjt? Qeni ishte i pabesi. Ashtu si qeni quhet një kafshë e papastër që nuk mund futeshe në shtëpi, por rinte gjithmonë jashtë të shtëpisë, edhe judenjt i quanin paganët ose njerëzit e pabes qenë, ose fjala gojem, që përdoret edhe sot e kësaj dite. Dhe kush ishin derrat? Derrat përsëri në ligjin e Mojsiut quhet një kafshë e papastër. Nuk e hante populli i Izraelit mishin e derrit. Por deri ishte një kafshë e papastër. Pse? Sepse edhe nga ana shpirtërore quhej e papastër si simbolik për ata njerëz të cilët hynë në çdo muhabet ose nuk kanë ligj, nuk kanë moral. Pra qeni ishte simboli i pabesit, deri ishte simboli i mëkatarit të pamoralshëm. Këtyre dy njerëzve, thot Krishti, kujdes, mos i tregon margaritarët tuaj. Kush janë margaritarët? Po flet për thesare? Jo, thesaret shpirtërore, besimi. Besimi që na dhurohet nga Zoti, na jepet nëpërmjet kishës dhe traditës, dhe misteret e kishës janë gjëra shumë të shenjta. Si themi kur kungohemi, në darkën tënde mistike, merr më sot pjesëtar, unë dua të them armiqve të tu misterin. Të krishterët e parë kishin një rregull shumë serioz. Kishin një rregull që ata nuk ja u tregonin të tjerëve çfarë bënin në kishë. Sepse paganët talleshin me besimin e krishterë. I keq interpretonin çfarë bënin kish. Për shembull,
ku ngatën ata i qonin sikur krishterë pinin gjak njeriu. Ose sikur bënin në kish, neve kemi puthjen e shenjtë, ata thonin të krishterët në kish bënin orgji. Kështu që të krishterët mbanin sekrete gjërat e tyre brenda kishës. Më vonë, kur pasaj dhe kisha u pranua dhe u hap dhe u pas se çfarë bëhesh, atëherë nuk ishte kaq sekret. Por akoma ne duhet jemi të kujdesshëm. Në çfarë këndvështrimi? Ne nuk mund të flasim me çdo njeri për besimin ton. Patjetër duhet ta dëshmojmë besimin, por njerëzit të cilët janë të pabes, nuk janë interesuar për besimin. Shajnë, mallkojnë, blasfemojnë, tallen, s'ke pse ju flet atyre për Zotin. Sepse po i fole për Zotin, ata do të kundërshtojnë dhe do bësh keq edhe vetes tënde. Por dha ti sepse ai duke të kundërshtuar, ti do kundërshtoj Zotin, do të largohet më larg. Ose nuk mund të flasim për gjërat e shenjta të besimit, për moral, për njerëzit e pamoralshëm. Njerëzit që mëkatin e kanë si buka, ushqen me mëkatin. Çfarë do t'i flasësh atij njeriu? Ai të qësëndis, ai tallet me ty. Prandaj këtyre njerëzve nuk do t'ju flasësh për gjërat e besimit kur ata nuk janë të interesuar. Kuptohet? Njeriu ndryshon. Prandaj dhe Zoti ka lënë kohën në këtë hapësirë që neve të ndryshojmë. Pra, sot jemi të pabes nëse bëhemi besimtar. Sot jemi të pamoralshëm nëse të bëhemi me moral. Dhe kjo ka ndodhur dhe tek neve. Dikush na ka folur. Por, çfarë thot Shkrimi i Shenjtë? Të jeni të gatshëm ti tregoni besimin kushdo që dëshiron. Nëse dikush na pyet për besimin ton, ti jemi të gatshëm t'i flasim. Por nëse nuk është i interesuar dikush për besimin ton, mos fol. Mos bëj biseda teologjike me atë, sepse ai do të tallet me besimin tënd. Dhe nëse ti nuk je i përgatitur, do të sulmoj. Prandaj duhet dallim, siç thonë dhe shenjtorët, jo në çdo kohë flitet për Zotin. Jo në çdo vend dhe me çdo njeri. Duhet dallim. Dhe si të kuptojmë këto fjalë të Zotit edhe në aspektin personal. Margaritarët nuk janë vetëm ato misteret e besimit ton, por janë dhe gjërat tona personale, të cilat i kemi brenda zemrës sonë. Por që neve nuk duhet i mbajmë private, duhet i rrëfejmë. Dhe kisha ka misterin e pendim rrëfimit, ku ne shkojmë i rrëfejmë Zotit ata çfarë jemi, ato çfarë bëjmë. Por ku e rrëfejmë? Në fillim kisha kishte publike rrëfimin, sepse besimtarët i kishte ishin besnik, nuk i nxirrin jashtë ato çfarë dëgjohej dhe bëjnë në kish. Por më vonë, kur kish hyn lloj-lloj njeriu, atëherë filloi që rrëfimi të dilte në publik dhe rrezikoheshin edhe të krishterët, atëherë kisha e vuri misterin e pendim rrëfimit privat, por prifti përfaqësoi gjithë komunitetin. Prandaj kur neve shkojmë bëjmë një rrëfim e bëjmë tek prifti në mënyrë private, dhe prifti ato që dëgjon, ato i varros dhe ka kanon, qofse prifti i nxjerr në pazar, atëherë ai aforizohet nga kisha dhe dënohet nga Zoti. Por çfarë bëjnë njerëzit sot? Njerëzit problemet e tyre shkojnë i rrëfejnë te psikologu. Do thonë juve jeni kundër psikologjisë, nuk jemi kundër. Por jemi kundër që ti të rrëfesh gjërat e tua të fsheta te njerëz të cilët nuk kanë përgjegjësi që ato që ti i thua ato mund të nxjerrin pazar. Dhe pastaj çuditesh pse të fshetat e tua dolën lart e poshtë. Ose ku neve rrëfejmë problemet tona te njerëz të cilët nuk kanë besim, nuk kanë moral, dhe ne hapim zemrën, sepse njeriu do të nxjerrë diçka që ka. Ose ai vulkani që nuk e mban, po do ta nxjerrë. Po kujt i thua? Kujt i flet? Një njeri që s'ka besim, s'ka frikë Perëndije, si do mbaj fjalën tënde, sekretin tënd? Ose një njeri që s'ka moral, si do të jetë i ndershëm me ty me ato çfarë i thua ti? Prandaj bëni kujdes, mos flisni me çdo njeri, mos i hapni zemrën çdo njeriu, sepse mund të gabojmë. Duhet ta shikojmë një njeri, kush është, çfarë cilësish ka? Është besimtar, është i moralshëm, është i pabes me simbolin e qenit, apo është i pamoralshëm me simbolin e derrit, si thotë Krishti. Prandaj të bëjmë kujdes. Çfarë thotë Shën Serafimi? Nëse ti nuk e mban fjalën tënde, si kërkon të mbajnë të tjerë fjalën që ti u thua? Po se mbajmë në sekret fjalën tonë, të fshetat tona, mos kërkojmë ti mbajnë të tjerë. Madje ka njerëz që ushqen vetëm me thashëtheme. E kanë thashëthemin dhe shpifjen e kanë frymëzim, e kanë mënyrë jetese, e kanë pasion.
hob. Kujdes nga tillë njerëz. Fatkeqësisht ta ndodhin edhe brenda kishës. Ktu në kish nuk ka angjëj. Tu jemi njerëz me probleme, me pasione. Jemi një spital i madh. Dhe një ndër probleme dhe sëmundje shpirtërore është shpifja ose thashëthemet. Prandaj bëjmë dhe kujdes. Se ndonjëherë dhe skandalisë njerëzit vinë kish, shkoj atje thot për gjeta ëngjëj, gjeta mëkatar. Po në spital për çfarë shkon? Shkon të gjesh të shëruar, të smur do gjesh. Por çështja është që ne duhet jemi të kujdesshëm. Prandaj dhe Krishti na thot këto gjëra që neve ti dëgjojmë dhe ti zbatojmë. Amin.